për mu, unë si me thonë, mendoj që riskun teme përcakton Zoti, edhe ajo që është e jamja huja zbohet. Mirë po, është, sinqerisht jam shumë falemderues, do më thonë, unë dallim sidomos, se më ka rasti me fol, me kolegë, me njerëz, unë kam respekt të jashtëzakonshëm edhe frustrim një të kohë të jashtëzakonshëm me figurat që kanë dalë pension edhe i kanë fshi. Do më thonë, jo rastisht e përmena Gjevat Qoraj, për mu është ikon, për unë ka qenë edhe, para menoj ati distanca në moshë nështë ka qenë ekstreme, po unë e kom pas shumë shok, unë kom shku në pikafe në Dardani, me qenë Gjevat. Na që të mire kem, dojmë kur je i madhë, nesër si e të harrojmë. Pensionimi, pensionimi, realisht jam të punu me një projekt të tjilë, për me mujtë me qitë në paqë to, që do më thonë ti ki kontribu 40 vjetë, 50 vjetë, është not sense, do më me përfundu Drita Krasniqje, Bislimuqe, Qun Lajqje, do më thonë në ndërregjet të pensioneve është e pa mundën, apo kupton që edhe nëse i mbledh kret, unë e kam thonë 100 herë, nëse i mbledh kret artista që janë mbi 70 vjetë, mund me kanë 10-15, nuk bojnë ma shumë. Kjo po i bjen afrim që nuk është që e vlerësojmë fort artin në vendin tonë. Momentali, do më thonë, nëse, unë e kom pas pej vetës temin 100 herë, do më thonë, sa të kanë që sajde, nuk shkova në festival të Kanës, unë në minum, ose në festivalet të ndryshme, 10 regjizorë me njerë të thirin. A që ty të kanë pas? Po. Tavolin të kanë pas. Na kem edhe në muzikë edhe në përgjithësi. Do të më të vlerësu dikush tjetër, për në mujtë në... Mia, do më thonë e kuptove. Afrim, a kishe dasht, nëse ti kishe mujtë me vendosë për mi